Krerët e policisë së shtetit ndër vite u mblodhen në një ceremoni të veçantë këtë të martë në Ministrinë e Brendshme, ndërsa pranë murit të kujtesës ata përkujtuan të gjithë ish-krerët e policisë të cilët nuk jetojnë më, si dhe të gjithë efektivët e rënë në krye të detyrës. Kasem Kaçi është ish-kreu i policisë së shtetit më i gjatë, i cili ka drejtuar uniformat blu që nga vitet 60 deri në mesin e viteve 80. Prej vitesh ai jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa kishte ardhur në Shqipëri posaçërisht për këtë ceremoni. Unë jam i bindur që kjo polici që është sot e pajisur me të gjitha mjetet teknike, shkencore dhe aftësi profesionale do të përballojë me sukses gjithë situatat që do të paraqiiten përpara. Ministri Tajiri tha se 90 vjetori i policisë së shtetit është një rast për të respektuar dhe nderuar kontributin e të gjithë atyre që kanë drejtuar dhe punuar në policinë e shtetit ndër vite. Ky ishte një rast për mua dhe për të gjithë ne, për të gjithë punonjësit e policisë sot, për të nderuar kontributin e të gjithë atyre që kanë drejtuar apo punuar në policinë e shtetit në të gjithë këto vite.